Letërkëmbimi mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të opozitës Lulzim Basha në përpjekje për të ngritur një nivel të lartë dialogu për çështje të rëndësishme, ndan opinionin, jo vetëm për mënyrën e të komunikuarit, por edhe mbi sinqeritetin për të sheshuar çështjet që i ndajnë. Analisti Agron Gjek Markaj inkurajon dialogun politik, por thotë se mediatizimi me njëri letrës duket më shumë si konsum publik se sa përpjekje reale për të zgjidhur problemet. Me tepër për të ushqyer militancin me letra të tilla se sa për ta zgjidhur problemin, se nëse kanë interes për të zgjidhur çështjet mallore që shqetësojnë vendin, janë në radhë parë janë institucionet, por në radhë dytë është edhe ajo diplomacia underground që mund të komunikojnë dhe për të rënë dakord dhe një moment mund t'japin lajmin që po takohen dhe po diskutojnë për çështje të mëdha. Por pedagogja e komunikimit Iris Luarasi vlerëson këtë rrugë komunikimi dhe nuk shes një problem në mediatizimin e tij. Unë mendoj që në politikë shkojnë të gjitha bashkë. Shkon sinqeriteti për zgjidhje dhe gjitha kjo shkon bashkë edhe me të bërin publik të gjërave. Kjo nuk do me thënë që nuk ka element të rëndësishëm që zgjidhen në politikë underground, nëpërmjet këshilltarëve, eminencave gri, njerëzve që janë në mes dhe përpiqen që të jenë si interlokutor mes palëve, qofshin këta edhe ndërkombëtarët. Gjek Markaj shkon më tej në opinionin e tij kur thotë se ky proces letërkëmbimi është show dhe se komunikimi degeneroi duke u zhvendosur në rrjetet sociale, por ndryshe mendon zonja Luarasi, e cila komunikimin social e shes si mënyrë të mirë për të komunikuar. Shenjat e degenerimit mendoj që i dha vetë kryeministri me komentin që i bëri përgjigjes së zotit Basha, domethënë ishte në stilin e tij që donte ende të vazhdonte diversionin, sepse edhe letra e zotit Rama vjen në një moment, një pikë kritike gati do të thojet e zotit Rama, ka kaluar një kongres mjaft problematik me probleme të mëdha në qeverisin e vendit. Unë të shikoj si një zhvillim të teknologjisë. Nuk mendoj që ka tani politikanë që nuk përdorin në mënyrë masive rrjetet sociale. Kjo është një nga mënyrat më të mira për ta çuar mesazhin tek publiku. Analisti Gjek Markaj komenton edhe përbërjen e dy letrave duke dhënë këto komente për Edi Ramën dhe Lulzim Bashën si letërshkrues. Letra zotit Rama kishte brenda një blluf në mendimin tim, një blluf sepse ai thoshte hajde të takohemi për mos të rënë dakord. Kjo i bie që të transformojë në show, por përtej kësaj mendoj që zoti Basha mund të jepte një përgjigje tjetër për te asaj qëlla, sepse përgjigjja e tij ishte një pranim-refuzim në njëjtën kohë. Mund të luante le të themi lojën e Ramës, mund të shkonte dhe të paraqiste gjitha opsionet e veta.